një skandal i përmasave shumë të mëdha, të pa qarta akoma për nivelin e tyre, ka shpërthyer këtë javë dhe ky është skandali i aeroportit të Vlorës. Skandali i aeroportit të Vlorës te i kalon si skenar çdo skenar tjetër të zhvilluar gjerësot, por dhe çdo skenar filmash. Një ditë të bukur, Edi Rama me Lubi Ballukun vendosin të vjedhin qindra milion dhe shpallin për këtë qëllim ndërtimin e aeroportit më të madh në Ballkan, në qytetin e Vlorës, që si